Selamu alaikum wa rahmatullah. Paqja qoftë me ju. Jemi rikthyer me videon e radhës për shpjegimin e namazit. Në qoftë se ju nuk i keni ndjekur akoma, unë dua t'ju tregoj që në kanalin tim në YouTube, në qoftë se do të shkoni tek playlist, ky është një playlist që shpjegon namazin, domethënien e namazit, thelbin e namazit, fjalët e tij, pozicionet e tij. Pse për shembull në çdo rekat themi El Fatiha, çfarë domethënie ka El Fatihaja në namaz? Pse në ruku themi Subhana Rabbiyal Azim, pse në sejdë Subhana Rabbiyal A'la e me radhë. Dhe ky shpjegim është i rëndësishëm sepse muslimanët ne në çdo ditë falim 5 herë në ditë dhe është adhurimi më intensiv që bëjmë. Dhe për këtë arsye duhet ta dimë rëndësinë e këtij ibadeti, këtij adhurimi. Profeti sallallahu alaihi wasallam namazin e ka marrë si dhurat në ngjarjen e Mirajit, siç e dim, dhe jo më kot thuhet që pikërisht në namaz tashmë është Miraji i çdo besimtari. Dhe për këtë arsye, në qoftë se duam të arrijmë ne Mirajin ton, ngritjen ton shpirtërore, atëherë është pikërisht namazi, nëpërmjet këtij namazi, duke e kuptuar atë, ne mund të arrijmë Mirajin ton. Kështu që le të vijojmë me videon e radhës për shpjegimin e namazit. Në videon e mëparshme kemi shpjeguar teshahudin dhe tani do të sjellim selavatet. Çfarë janë selavatet? Selavatet janë lutje për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe për familjen e tij. Për sa i përket familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, më duhet të shpjegoj një gjë që është e rëndësishme këtu, se çfarë do të thotë familja e një profeti caktuar. A do të thot familja biologjike? Patjetër. Por ne tani që jemi pas 1500 vite pas profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk mund të dallojmë se cila është familja biologjike e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo më kot Kurani i shenjtë në një sure të caktuar e ka shpjeguar termin çfarë do të thotë familje e një profeti. Kështu që shikojmë në suren Hud, ja, mund ta shikoni edhe ju. Shikojmë në suren Hud. Surja Hud është surja 11 e Kuranit dhe ajeti 46. Allahu i Madhrishëm i kishte premtuar Nuhut alayhis salam që ndëshkimi që do të vinte në formë përmbytjesh të madhe, në atë ndëshkim do ta shpëtonte atë dhe familjen e tij dhe të gjithë ata që do ta ndjekin atë. Dhe kur Hazrat Nuhu alayhis salam po e shikonte me sy që djali i tij biologjik po mbyte, ai i drejtohet Zotit, thot: "Dhe Nuhu thirri Zotin e tij dhe tha: O Zoti im, djali im është nga familja ime dhe sigurisht edhe premtimi yt është i vërtetë. Dhe ti je më i drejti për të vendosur." Allahu i përgjigjet. Zoti tha: "O Nuh, ai nuk është nga familja jote. Pse? Ai ka vepër jo të pastër. Andaj mos më kërko diçka që nuk e dieni për të. Të këshilloj që të mos bëhesh ndër të paditurit." Pra, kështu Allahu i Madhrishëm e ka shpjeguar çfarë do të thotë familja e një profeti. Në rastin e salavateve gjithashtu është një familja e profetit sallallahu alaihi wasallam ka të njëjtin kuptim. Pra, çdo kush që e ndjek profetin sallallahu alaihi wasallam dhe që ka vepër të pastër, përfshihet në familjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Së dyti, duhet të dimë se si ti dërgojmë salavatet profetit sallallahu alaihi wasallam. Ti dërgosh salavatet ose të lutesh për profetin sallallahu alaihi wasallam, në rast të parë kërkon ta njohësh atë. Vetëm duke ditur që ai është profeti ynë, nuk kemi ndonjë emocion. Në qoftë se ne nuk e dim jetën e tij pra të profetit sallallahu alaihi wasallam, qoftë duke lexuar një biografi të caktuar të tij ose duke u thelluar në Kuranin e shenjtë, sepse këto janë dy burime kryesore për të njohur profetin ton të dashur. Pa i njohur atë, ne nuk mund t'i dërgojmë dot selavatet siç duhet profetit. Siç për shembull, unë nuk mund të lutem dot për një person me emocion të cilin nuk e njoh. Më duhet të di se çfarë vlerë ka ai person. Pra kjo është njerëzore. Për një njeri
që ne nuk dim që ai është në vuajtje ose ai ka lënë të mira të pafundme ose ai ka bërë vepra madhore, ne nuk mund të krijojmë dot emocion për atë njeri. Dhe për këtë arsye, edhe për profetin sallallahu alaihi wasallam është e rëndësishme, është e nevojshme që ne ta studiojmë një biografi të tij. Unë ju sugjeroj një biografi nga faqja e xhamatit ton, pra kur shkoni tek librat, kjo e shkruar nga Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedi, mund të lexoni gjithë librin online, pjesë, pra kapitull më kapitull, ose mund të shkarkoni PDF-n dhe do t'ju hapet libri në telefonin tuaj dhe më besoni, nëse do të lexoni vetëm 30 faqe të këtij libri, pastaj ky libër vetvetiu do t'ju tërheqë dhe nuk do ta lini librin pa e përfunduar. Është mjaft tërheqës, i bazuar në referenca autentike dhe i shkruar me një gjuhë elokuente. Dhe metoda e dytë, siç ju thash, duhet ta studiojmë Kuranin e Shenjtë. Njëherë dikush e pyeti Hazrat Aishën se na trego, tha, moralin e si ka qenë morali i profetit. Dhe ajo i ishte përgjigjur që kana khuluquhul Quran, që morali i tij ka qenë vetë Kurani. Kështu çdo të mirë që ne lexojmë në Kuranin e Shenjtë, çdo standard të lartë morali që ne e njohim në Kuranin e Shenjtë, ajo njëkohësisht është edhe e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky është kuptimi i i thënies së Hazrat Aishës radhiyallahu anha. Pastaj vim tek salavatet. Çfarë janë salavatet? Cilat janë fjalët e salavateve? Janë të ndryshme, por ne do të marrim ato më të njohura që na ka ardhur nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ju mund ta shikoni në ekran që këto që praktikohen edhe në namaz. Pra janë dy pjesë këto salavate. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Dhe e njëjta gjë pastaj Allahumma barik ala Muhammedin. Në pjesën, pra kur themi Allahumma salli ala, pra o Zot lartësoje Muhammedin, dhe në pjesën e dytë o Allah bekoje Muhammedin dhe popullin e tij. Dhe në të dyja rastet fjalit janë pothuajse të njëjta, vetëm me ndryshimin e kësaj, pra lartësoje në pjesën e parë dhe bekoje në pjesën e dytë. Përse vjen ky ndryshim? Këtë dua t'ju shpjegoj, por unë ju sjell shpjegimin e Hazret Kalifit të dytë të xhamatit musliman Ahmedi, Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed. Pikrisht ky është edhe autori i asaj biografie që ju thash pak më herët, jeta e Muhamedit. Është ka qenë një njeri i Zotit, ka lënë pas mbi 200 libra komentim shumë të gjerë të Kuranit të Shenjtë dhe ai duke shpjeguar që pse vjen në dy forma këto salavate, pra dy fjalë me pak dy pjesë të salavateve me pak ndryshim. Thot salli ala, pra kur themi salli do të thotë lutem, por kur kjo folje i referohet vetë Allahut, atëherë përkthehet dëshiro. O Allah, ti dëshiro për profetin çdo të mirë. Kjo është pjesa e parë. Pra në salavatet, në pjesën e parë ne po i kërkojmë Allahut, o Allah, ti dëshiro çdo të mirë për profetin dhe për popullin e tij. Dhe në pjesën e dytë, kur themi o Allah beko, pra barik, kur themi barik ala Muhammedin, me një fjalë po themi që ato të mira që ti ke dëshiruar për profetin, o Allah bekoj ato. Si të thuash, pjesa e parë është një farë që ne po e mbjellim dhe pjesa e dytë është pema që ne duam të shohim ose të korat që duam të shohim. Pra, me një fjalë, ne po i kërkojmë Allahut që o Allah dëshiro të mira për profetin sallallahu alaihi wasallam. Këto të mira mund të jenë në formë njerëzish të sinqertë, në formë mjetesh, në formë lartësish shpirtërore, edhe në forma të pafundme që Allahu di më së miri. Dhe në pjesën e dytë po i kërkojmë Allahut që o Allah, këto të mira që unë dëshiroj ose unë po të lutem ty që ti të dëshirosh për profetin sallallahu alaihi wasallam, së ndërtoj dhe bekoj ato më pas, që ato të shumëfishohen. Kjo është ndryshimi
midis foljes salli dhe barik. Pra, lartësoje profetin ne po përkthejmë dhe barik përkthejmë bekoje profetin dhe popullin e tij. Një pjesë tjetër që dua ta shpjegoj tek selavatet është kjo që themi siç e lartësove Ibrahimin dhe popullin e tij. Në të dyja pjesët, pra, edhe tek salli, edhe tek barik, edhe tek pra lartësoje, edhe tek bekoje, siç e lartësove Ibrahimin edhe këtu siç e bekove Ibrahimin dhe popullin e tij. Përse vjen vallë kjo? Në të dyja pjesët. Përgjigjen ne duhet ta gjejmë në Kuranin e Shenjtë. Nëse lexojmë Kuranin me vëmendje, gjejmë bekimet që Allahu i Madhërisëm i ka dhënë Hazrat Ibrahimit alayhis salam në mënyrë të veçantë. Cilat janë ato? Bekimi kryesor që Allahu i Madhërisëm i ka dhënë profetit Hazrat Ibrahimit alayhis salam është bekimi i profetërisë, vazhdimësisë së komunikimit me Zotin, të shpalljeve, të inspirimeve, të kontaktit të gjallë me Allahun e Madhërisëm. Pra, këtë po e kërkojmë në namaz, i kërkojmë Allahut të Madhërisëm që o Allah, edhe profetin Muhammed bekoje në atë mënyrë, lartësoje në atë mënyrë siç e ke lartësuar Ibrahimin dhe bekoje në atë mënyrë siç e ke bekuar Ibrahimin. Pra, me fjalë të tjera, po kërkojmë që edhe në umetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, tek shërbëtorët e tij, tek ndjekësit e tij të përsosur, mos i lë mangët profetërin, mos i lë mangët komunikimin me ty, mos i lë mangët gradat shpirtërore pranë teje, por bekoj ashtu siç ke bekuar Ibrahimin dhe siç e ke bekuar, siç e ke lartësuar Ibrahimin dhe siç e ke bekuar atë gjithashtu dhe popullin e tij. Pra, feja jon të mos mbetet thjesht një fe me gojdhëna, me tregime ose me teori, siç kanë mbetur fetë e tjera, por të jetë një fe e gjallë, ku kontakti me Zotin, komunikimi me Zotin të jetë evident. Kjo është ajo që po kërkojmë në selavatet. Dhe gjithë këtë po e kërkojmë në saj të ndjekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është vetëja e namazit. Në këtë mënyrë, në fund të namazit, ne po i kërkojmë Allahut, duke ju referuar së kaluarës, pra Ibrahimit alayhis salam dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që o Allah na mundso rrugën e atyre që i bekove. Pra, i rikthehemi El-Fatihas. Kemi kërkuar në El-Fatiha, o Zot në beko, në ihdinas siratal mustaqim, në udhëzon në rrugën e drejtë, në cilën rrugë? Në rrugën e atyre që i bekove. Selavatet janë ato që në lidhin me pjesën këtë pjesë të lutjes së surës El-Fatiha. Ky bekim ka ekzistuar që nga profeti sallallahu alaihi wasallam deri më sot, gjatë gjithë kohës, tek njerëzit e dashur të Allahut, te evliat, te reformatorët që kanë ardhur gjatë 13 shekujve dhe tani tek shërbyesi i përsosur i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai thot, pra, themeluesi i xhamatit ton, Hazrat Mirza Ghulam Ahmedi, Imam Mehdi alayhi salatu wasalam, thot diku në një vend se çfarë ka gjetur ai, pra, me selavatet. Ai thot, në jetën time ndodhi që për një kohë shumë të gjatë isha i përqendruar në dërgimin e selavateve ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse besoja me bindje që rrugët e Zotit të Madhërisëm janë shumë të fshehta, të cilat nuk mund t'i gjeja dot pa pasur ndërmjetësimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Siç e thot edhe Zoti në Kuranin e Shenjtë, kërkoni mjetin për t'u afruar drejt tij. Pas shumë kohe, pash një keshf, pra një vizion shpirtëror, pash që më erdhën 2 engjëj ujëmbartës. Njëri prej tyre hyri në shtëpi nga rruga e jashtme, e tjetri nga një hyrje e brendshme. Ata po mbartnin bidon drite në përshpatulla. Këto janë ato selavate që i dërgove Muhammedit, më thoshin. Pra, efektet e selavateve i gjejmë edhe sot në jetën tonë. Mjafton që ne të përqendrohemi dhe duhet të jemi të bindur që rruga e komunikimit me Zotin është e hapur, por me kushtin që të jemi ndjekës të përsosur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndjekës të përsosur të Kuranit të Shenjtë.
pas selavateve, zakonisht themi lutje të Kuranit. Këto janë dy lutje që shikoni në ekran, që praktikojmë në përgjithësi. Por këtu natyrisht kush ka kohë ai mund të bëjë edhe shumë lutje të tjera nga Kurani, nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo lutja e parë vjen nga surja Al-Bekare, lutja e dytë është përsëri e Hazrat Ibrahimit alayhis salam, një lutje shumë e bukur që ju mund ta lexoni në ekran. Dhe pas këtyre dy lutjeve japim selam. Edhe këtu dua t'ju sjell një shpjegim nga Hazrat Mesiu premtuar, pra Hazrat Imam Mehdiu alayhis salam, që përse japim selam pasi e mbyllim namazin. Edhe ai thot, kur vizitojmë dikë ose largohemi nga dikush, feja islame na ka mësuar të themi assalamu alaikum. Kështu edhe pas mbarimit të namazit themi assalamu alaikum wa rahmatullah. Në fillim, sapo tham Allahu Akbar, lidhëm duart për namaz. E kjo do të thotë se nuk jemi më në këtë botë materiale, por si të thuash kemi hyrë në një botë të re. Ajo botë duhet të jetë e përqendrimit, e kur kthehemi prej atje, përshëndesim duke thënë assalamu alaikum wa rahmatullah për të kthyer sërish pra në botën materiale. Kjo është një simbolik e selamit. Dhe thot që megjithatë nuk mjafton vetëm fjalë goje, duhet përjetimi nga zemra, lëvozhga nuk vlen as pak. Qëllimi përfundimtar i namazit është përjetimi, kurse vetëm forma pa përjetim është rruga e shkatërimit. Kështu, nëse ti nuk e ke përjetuar fare namazin, atëherë ti nuk ke bërë fare kalimin nga bota materiale në atë shpirtëroren. Pra, ti këtu ishe edhe brenda namazit, edhe pas namazit. Andaj, edhe kur thua selamu alaikum wa rahmatullah, nuk ka ndonjë kuptim të madh. Prandaj, gjithë çështja qëndron se si e fal namazin, a e fal duke e kuptuar apo duke qenë krejt pasiv. Pas kësaj, natyrisht zyrtarisht mbyllet namazi, por unë dua të prek edhe këtë lutje e fundit që ne bëjmë duke ndjekur praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse edhe kjo lidhet përsëri me selamu alaikum wa rahmatullah. Pra, lutja që kjo siç e shikoni në ekran, ki Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allah, ti je paqja dhe prej teje vjen paqja. Je bekim plot, o zotrues i madhështisë dhe i nderit. Tani e mbyllëm namazin me selamu alaikum wa rahmatullah. Dhe pas kësaj përsëri e theksojmë që burimi i paqes është vetëm Allahu. Dhe ne kemi hyrë në namaz pikërisht për këtë qëllim, që ta gjejmë paqen në veten tonë, në shtëpinë tonë, në shoqërinë tonë. Dhe kjo mund të bëhet vetëm duke qenë pranë burimit të paqes, pranë Allahut, por jo thjesht fizikisht. Nëse shkon në xhami, fal 5 vaktet dhe më pas nuk e ndjen afrimin me Allahun, nuk ke komunikim me Allahun, nuk e afron veten me Allahun, ose nuk futesh në atë rreth që ka vizatuar profeti sallallahu alaihi wasallam me shprehjen e tij të famshme që të adhurosh Allahun duke e parë atë, ose minimumi cili është të adhurosh Allahun duke qenë i bindur që Allahu të sheh ty. Në qoftë se ti futesh në këtë rreth pra të shpirtëror të namazit, atëherë ti në mënyrë automatike do të mësosh shumë gjëra nga kjo botë shpirtërore që quhet namaz. Dhe në mënyrë të vetvetishme do t'i afrohesh pranë këtij burimi që është paqja në vetvete. Pra as-salamu. Dhe rrjedhimisht ti do të bëhesh paqedashës. Ti do të bëhesh paqedhënës dhe edhe ti do të përfitosh nga bekimet e pafundme që na jep Allahu i Madhërisëm, që është paqja në vetvete. Allahu na mundsoft të përjetojmë namazin siç duhet, por do të sjellim edhe në një video tjetër për shpjegimin e namazit. Deri atëherë bashkë mirupafshim. Faleminderit shumë për vëmendjen.